Mirëmëngjes për të gjithë ju që sapo keni nisur ditën dhe jeni zgjuar në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot do të jetë një mbyllje jave me shumë ëmbëlsi. Kemi një të ftuar shumë speciale, e cila përgatit ëmbëlsira shumë të mira, sidomos llokume dhe baklava. E tillë është edhe ajo vetë, një vajzë shumë e ëmbël që rrezaton mirësi dhe buzëqeshje. Kam me mua në studio Josilda Shimaj. Mirëmëngjes e dashur. Mirëmëngjesi, Nadia mirë. Faleminderit që je me Shumë mua. mersi për mua, me kanë këto me ju. Të falenderoj shumë. Faleminderit si ju. Duhet të nisim pak me festat. Jemi në prag festash fund vitit. Sa të interesuar janë shkodranët për baklavat tuaja shumë të mira? Shkodrant edhe jo vetëm, janë shumë të interesuar për baklavat, jo vetëm për baklavat, sepse ti e din se unë bëj edhe amëlsina tjera përveç baklavas. Shumë të mira të gjitha. Por baklavaja është ajo Pak më amëlsin, tradicionale, sepse ka me, domethënë tradicionale, dhe nuk mungon në asnjë festë, në asnjë sofër të familjeve shkodrane. Diçka shumë e bukur. Ka mbetur si karakteristik. Nuk ka familje Po. që nuk ka baklava në festat e fundvitit. Amëlsin tradicionale, ka me traditë e Shkodrës. 3 ditë e Shkodrës. Sa porosi ke pasur gjatë këtyre ditëve? Pra jemi akoma pa ardhur në prag. Në fakt, unë kam lënë një afat kohor të caktuar për marrjen e porosive, edhe e kam myll afatin kohor, por vazhdojnë prap, edhe pse e din se unë e kam myll, ato vazhdojnë prap me bë porosi, edhe më vjen keq me ju thonë jo. Si funksionon ky afat kohor? Dhe me thonë, normalisht do të ve afat kohor, sepse ajo është një punë doret, edhe në përgjithësi kërkesat janë për baklav me hollim me dorë, si janë badikur dhe me thonë. Ajo tradicionale, komplet. Bravo, edhe ajo do kohën e vetë. Nuk është një amëlsin që mundet mu ba për 2-3 sahat dhe me thonë. Kështu që do në kohën e vetë, edhe normalisht që unë do të ve afat kohor. Tu kanë se porosinat janë shumë. Mos me thonë se ndoshta edhe nuk ja dalë për mi marrë tana. Unë besoj që ti ja del gjithmonë. Ka një numër pak a shumë sa baklava mund të bësh ti në ditë? Në ditë? Në ditë kam arrit me bë 15 copë. 15. Me Të hollim ulluara me me dorë. dorë. Po, me dorë. Bëhet fjalë 15 copë. Gjithmonë të e fillu punën, për të unalu ka i herë me e pi dhe ka i kafe. Kuptan se të është i krejt për i fillimi dherë në fund, veç me të rajtë. 15, për mua më duken shumë, pavarësisht se unë nuk është se jam ndonjë 15, dhe me thanë për me arrit me i hullu gjithmonë, sepse procesi i pjekjes ka shumë vënej, sepse një baklav në furrë mu më rrinë 4 orë e gjys, edhe unë dhe me thanë të them që vetëm pjesa e hullimit edhe bamja si baklav, dhe me thanë ajo mund shkojnë dherë në nesër pjekja. Pas ka shumë procese. Por në qoftë se do të marrim hap pas hapi, sa orë mund të shkoj? Përgatitja një baklavaje. Përgatitja një baklavaje. Tështi, po të më kishe pyet para disa viteve, do të kisha thënë, kur kam marrë me bë baklavën e parë, më ka shku 7 sahat, si i thojmë në Shkodër, por tashti, ja, një orë. Një orë. Dhe 4 orë një pjekje. Po. Pra pjesa më është gjatë e kohës është ajo e pjekjes. E pjekjes, patjetër. Pse ndodh kjo? Duhet të pjeket pjekja ka shumë rëndësi, sepse pjekja është ajo që ta nxjerr punën në pa, si i thojnë. Pjekja edhe përfundimi i shërbeti janë ata që nxjerrin punën tëme në pa, sepse nëse nuk është një pjekje e mirë, ajo nuk ka të bajnë shumë, sepse tu i kanë se baklava është me dorë, ato petat e dojnë procesin shumë të vashtë për arsyn e tharjes që mundon njëra nga tjetra. Që të jetë pak të krokante. Normalisht, krokante bën shërbeti. Krokante bën shërbeti, tu i kanë sepse gjithmonë, baklavaja nxejt sapo del prej furrët, edhe shërbeti duhet me kanë akull i ftoftë. Sa bukur. Kjo po më bën më kurioze të di edhe hap pas hapi se si ti e bën një baklava. Unë i kam provuar që janë njerëz zakonisht shumë të mira, po unë kaq di dhe jam kurioze të di se si përgatitet. Një baklava, tashti, unë nuk pa ta them krejt recetën, se jo, se ti detyruar sekretet. Qeshen. Por një baklava normalisht është recetë, unë i qëndroj recetës së vjetër, ta theksoj që është, sepse kam mbise që duhet të dëgjojnë. Unë i qëndroj recetës të vjetër, që është miell, 10 kokra vezë,
se s'po t'i thëmë të në me masat, e shë, po e bëj problemin dhe kokra ves, kas edhe t'lyn të shkrim. Me thonë, unë shumë kam pa që edhe për para e kanë ba me vaj, si thojnë, me vaj që fërgojmë ne, fërgeset, por mund pëlqen me ba me t'lyn edhe brumin, jo vetëm kur përfundon procesi, por më pëlqen sepse merrat shijen e t'lynit që është një mrekulli. Ajo me ta ndoshta mund ta marrin mrapa, si thonë masi presim kalleçi kryn, domethënë, dhe një baklava unë e bëj me 90 kulaç. Po e cilësoj edhe këtë, po. E bëj me 90 kulaç edhe i ndaj 50 kulaçive poshtë dhe 40 kulaçive sipër. Pra ndarë në 2 shtresa. Varet si ta kërkojnë klienti. Në përgjithësi baklavën që bëj unë e bëj me 1 shtresë, por gjithmonë kërkesat ka dhe me 3 shtresa dhe me 2 shtresa, janë të ndryshme. Preferenca të ndryshme. Ashtohet numri petave apo ndahet në pak? I njëjti numër petash, por thjesht ndahet në mënyrë tjetër, do të thonë për me kriju 2 shtresat gjithmonë kur është me 2 shtresa, midisi duhet më pas sa më pak petë tek ndamja e 2 rreshtave, që me u tha, si thojnë petat që kanë mrëndësi. Që me dhe ajo krokantja që ta ka me ty. A duhet marrë kohë pasi hollohet me dorë për të tharë petat? Pra të paka shumë sa duhet i lëmë të pushoj, ose si është një proces? Petat, në fakt, unë petat i lë 2 orë me pushu. 2 orë? Po, 2 orë me pushu, jo në temperaturë ambientit, gjithmonë kam në kondicionerin e sepse ndikon shumë, 2 orë të plota po. Mos me thonë edhe ma shumë për 2 orë. 2 orë e kanë të domosdoshme. 2 orë e kanë të domosdoshme. Pa tjetër. Të tjera ëmbëlsira që ti i bën shumë të mira. Duhet mi shpjegosh paka shumë me rallën, duhet të ndalem tek llokumet. Unë kam shumë preferencë për llokumet, sidomos ato që ti përgatit. Pa. Llokumet është llokumi për ne nuk është vetëm një punë, si thojnë, nuk është vetëm biznes. Llokumi për mu është një traditë që unë e ruaj me shumë fanatizëm, edhe që e vlerësoj pa fond, edhe e bëj me shumë dashni. Ajo është zanati i nënës teme, për para gjyshit tem, sot nënës teme, edhe mu në vazhdim. Llokumi është tradicional, si është bë dikur, çdo gjë është me dorë. Që të tregoj për llokumin ma... Pra që ka një histori e lidhur familjare, përveç se diçka që ka një simbolik shumë të bukur, sepse llokumi është simboli fejesave, i lidhjes së një çifti, përveç kësaj, për ty qenë ka një simbolik tepër e bukur, sepse është trashëgimi nga nëna dhe gjyshja jote. Llokumi është trashëgimi, është një recetë shumë e dashur. Njerëzit e dojnë shumë, jo vetëm për fejesa, dasma, por tashti llokumi është bërë si puna baklavës, mos me thonë se nuk mungon kërkum, edhe njerëzit kur dojnë me shkëmby dhurata, thojnë po qoj 1 kile llokum. Dikur kanë qu sheqer, kafe, njënën tjetrën të shtojnë, ma ba 1 kile llokum se jam të shku kështu me kry njerëz. Një simbolik shumë e bukur, ëmbëlsia që ti dërgon të dikush dhe diçka shumë e mirë. Po, normalisht, llokumi vetë nga fjala të vjen marsi, kështu që... Pak nga sekretet e llokumit, nuk do të kërkoj shumë. Sekretet e llokumit na duhet me pas mjeshtrën e llokumave këtu në studio, që është nana jeme. Dhe ti je një mjeshtër, edhe unë të kam ty. Që ishem, llokumi për me kanë një cilësi e jashtëzakonshme, si thonë, edhe për mi qëndru, sepse llokum ka plot, ka gjithfar llokume, shpërllojnë shumë, fabrikat njënën tjetrën. Ky është llokum artizanal. Llokum pra i bën 100% bravo, me dorë. 100% me dorë, do të thonë që nga fillimi, që nga procesi i hallvës së llokumit dhe deri në përfundimin e saj, ajo është me dorë. Përshkohen arrat me gjilpan, me pe, po. Ai llokumi suxhuk që shihni ju, që unë e hedh e publikoj, ai llokumi suxhuk është i bëm komplet me dorë, nga fillimi deri në fund. Do të thonë përshkohen arrat si ruaza, si kena bërë ruaza dikur që i bëshin, ashtu përshkohet arra, edhe ajo arë lyhet, si thojnë, në kazanat bakre që janë me hallven e llokumit. Pra hallva është pjesa e brendshme, pjesa e tulit të llokumit, po pjesa e jashtme, pjesa e është pluhën sheqerit, është pluhën
sheqerit, pluni i sheqerit është ai që e man llokumin tradicional artizanal, sepse tuken se është një llokum që nuk ka ngjyrus, aromatizues, mpiks, llokumi jon nuk i ka këto, dhe me thënë elasticiteti që që ka llokumi jon edhe që e krijon është thjesht vetëm nga pjekja e mirë në kazanat e bakrit. Kjo nikon shumë. Dhe me thënë, hallva e llokumit, pjeket në kazana bakrit, përzihet me mund krahu me lopata drurit, edhe përfundimi dhe me thonë është një cilësia që shifni jo. Sa kohë të merë? Pra është një punë e gjitha me dorë, ka një mund shumë të madhë, sa kohë? Ka një mund shumë të madhë, koha që të merë llokumi, dhe me thonë, një prodhim, po ven një prodhim minimal, është 45 minuta. Një prodhim minimal, unë quj minimal, quj 20 kg. 20 kg. Pa, minimumi që quj është dhe me thonë 20 kg. Kjo është minimali. Po pjesa, ka një pjesë që duhet të lodhi të pushoj, duhet tharë. Pa tjetër, është procesi i tharjes, sepse si thash edhe pak më parë, tuken sepse nuk kam piks, ai thjesht thahet natyral, si i thojnë, ne do të presim nëse prodhimi bëhet sot në drek, ne do të presim deri nesër nadje për me bë paketimin atij prodhim. Po mbëlsirat e tjera. Po kam kadaifin tradicional, është një ëmbëlsinë e thjesht, realisht unë nuk e prodhoj vetë kadaifin, e marr të gatshëm, vetëm thjesht e pjeku me të lynë, me arra, e bëj me panda, unë kam ëmbëlsina që kam eksperimentu, dhe me thanë, kadaifin me panda, baklavën me panda, baklavën me Nutella. I pëlqejnë shkodranët këto pjesën e eksperimenteve, apo janë gjithmonë tradicional? Shiko. Në fillim, kur i hodha si receta, si gjithkosh, diçka që nuk e kanë një, bravo, nga kurioziteti për me provu një shije ndryshe, e kërkunen shumë, si thojnë u qunen tanë pesh për me kërku, por përfundimi tradicionale s'ka, dhe me thonë tanë rinte tradicionalja. Është diçka më simbolike, sikur e përmbush atë pjesën e baklavës. Unë vetë personalisht edhe kur më pyet dikush me gja, të lutem Silda si për vedi, i tham, nëse është si për vedi, mos i tradicionale. Të tjera ëmbëlsira ndoshta kemi? Tespigja, të lutem shumë, tespigjen e dojnë shumë, edhe tespigjen patjetër. Ajo është më karakteristike ndoshta tradicionale e Shkodrës, që nuk di ta bëj shumë kush. Po, në fakt është edhe kjo që ndikon që ti di ta bësh shumë mirë dhe ka vende që nuk po din më ta bëjnë si duhet. Tespigja ka një gjë, për ata që e din se si bëhet tespigja ka një gjë, një mas po e gabove, qoftë edhe një gjys luget, ka shkudam komplet, si thonë. Dhe me thonë, aty duhet me kenë shumë kujdesshëm në hedhjen e masave. Vetëm kjo është sekreti. Ajo është sekreti i tespigjes, për mu, ajo është sekreti i tespigjes, dhe me thonë, aty e kam une. Po, pak po më lvizi masa, nuk bane, ja. Dhe çfarë pëlqejnë, çfarë ëmbëlsire preferojnë klientët e të klientët e mi, dhe me thonë, sidomos për ita festa, më ka nejtë shumë baklavat role me panda. Dhe me thonë, mos me thonë se janë barazu me këtë baklavën tradicionale. Po, baklavën role me panda e pëlqejnë shumë. Në fakt ka një shije tepër të veçantë, është ndërthurje shumë e mirë. Realisht, unë pa flasë si e baj unë, se gjithë se kush ka të mënyrën e vetë se si e banë, tu kenë se vetë panda është shumë e sheqer lisën, se i thojnë, unë gjithmonë pandën, para se me hedhë, si hedhim shërbetin për tradicionalen, para se me hedhë pandën, unë e holloj pak me qumsht, që do të dalë të kjo, që ja heku pak atë sheqerin bravo, të tepruar, edhe mos me thonë se e barazoj si puna kësaj tradicionales me shërbet, ashtu i shka jam elsinës. Dhe ka dhe me thonë të njëjtat kalori, apo ndoshta pak më shumë? Ja, ma shumë, absolutisht që ka më shumë, ka 3 panda një baklavë. Po festa nuk ka më dieta, kur kemi qa dietash, nuk njën dieta deri me 1 janar, mas 1 janar i ndoshta deri me 3, sa të mbaroj baklava, nuk njën dieta. E qënit kaq solare, kaq e mirë, rezaton, nuk e di, është profesioni që ke zgjedhur të bësh ëmbëlsira dhe të jetë pak, apo jetë ti dhe ke qënë gjithmonë e ti? Kam kënë gjithmonë ishto, në gja, edhe kur kam kënë fëmi, ishto kam kënë thët nona jame, dhe me thonë se unë se maj më në vedin fart, por është me natyrë,
pse mos t'jena me njerëzit mirë, qeshon, që për i marrim sa jeti, thëmë vedit, kështu që... Rezaton në çdo moment, dhe po këtë të përgëzoj shumë. Faleminderit shumë. Kush është mbështetja jote më e madhe? Mbështetja jeme më e madhe janë ta njerëzit që mdojnë mu fart edhe që mrinë mu afer, të fillu i herë e para, ma madhja, dashnia ma madhe e jetës nana jeme. Baba, absolutisht, për nana është aja që nana bashkëshorti jem, motra jeme, janë njerëzit që... Të gjitha dhe që të duan fort. Absolutisht po, që m'japin kurajo, sepse don kurajo dhe puna don kurajo, se ti e din që unë i kam dhe 3 kulpuqa. Bukurosha. Po, edhe ato dojnë kohën e vetë. Edhe mundohem me u shpërndon të në antë. Janë ato kurios, qëfar po bën mami, qëfar po përgatit mami? Ato, pa tjetër, pritë zëtë mu ba, ne i punë mas me kenë ato atë. Ka ndonjëri që veçon më shumë për kuriozitetin? Vajza. Pa tjetër, vajza është shumë e vogël, por e shoh që qështash i pëlqen shumë edhe është shumë e vëmendshme në momentet kur unë jam në prodhem. Por është e vogël haloj herë shofim. Ja ki treguar që tradita duhet vazhduar? Me pa tjetër, tradita duhet vazhduar dhe duhet dasht fart edhe duhet me urrit me punën edhe pse jo, me marrë shembullin e nënës tyne, pse jo. Njëri nga djemë të 7 vjeç, ndoshta pse jo, mundet edhe ai të ketë kuriozitetin apo dëshirën e mirë që ta marrë për Djemt, në përgjithësi, djemt nuk janë fart kurioza, me thonë drejten, nuk janë fart kurioza, por vajza pa. Por pse jo, një të ardhme, dëshira gjithmonë e jamja, nuk e di, sepse unë nuk mundem me dalë kundra dëshirave tyne, unë jam gjithmonë që dojnë ata, por një të ardhme, unë do të kisha kënë shumë e lumëtën edhe shumë e knaqën, një ashtu si është nana jeme sot, dhe krenare, besoj shumë krenare për ty. Munohem, uroj që ajo t'jetë gjithmonë krenare, ashtu uroj edhe për fëmijët e mi. Edhe ne urojmë ashtu e dashur, të falenderoj shumë që ishe me mua këtë mëngjes dhe ndave sekretet, po themi, të atyre që ti bën dhe ëmbëlsinë tënde. Të falenderoj shumë. Faleminderit ju, jeni shumë mirë, është kënaqësi shumë e madhe, edhe gjithmonë do të vi me kënaqësitë ju. Jeni shumë të falenderoj shumë. Faleminderit. Duke ju falenderuar edhe ju që na keni ndjekur dhe ishit me ne në Info Plus. Takimi radhës së bashku të hënën.